Një djalosh i ri i frustruar nga përparimi i tij shumë i ngadalt në jetë kishte dëgjuar për një kopshtar të vjetër e të mençur. Kur mbriti tek kopshtari tregoi me gisht një pemë lisi dhe një copë dheu aty pranë. Ai tha: "Mbolla farat e lisit dhe të bambus në të njëjtën kohë. Pema e lisit u rrit brenda një viti, ndërsa bambuja nuk tregoi shenja rritje për vite me radhë." Njeriu u pyeti: "Pse nuk u rrit bambuja?" Kopshtari buzëqeshti dhe tha: "Po i rriste rrënjët. Në vitin e 5 u rrit deri në 24 metra në vetëm 6 javë. Nëse do të ishte dorëzuar gjatë fazës së ndërtimit të rrënjëve, nuk do të ishte rritur kurrë." Kopshtari përfundoi: "Ashtu si bambuja, puna juaj e vështirë është ndërtimi i rrënjëve të forta. Vazhdo." Morali: suksesi kërkon kohë. Jeni të duruar dhe besoni procesit tuaj, përparimi juaj mund të jetë shumë më afër se sa ju e mendoni. Ju falemnderit dhe mirupafshim në videon e radhës.